Shpikjet e mëdha teknologjike. Shpikjet e mëdha teknologjike kanë ndryshuar rrënjësisht mënyrën si jetojmë, punojmë dhe komunikojmë. Janë një përmbledhje e më të rëndësishmeve sipas periudhave: antikiteti dhe mesjeta. Shpikja e rrotës, baza e transportit dhe mekanikës. Letra, shtypshkronja Gutenberg, përhapja masive e dijes. Busulla, revolucion në lundrim dhe eksplorim. Revolucioni industrial, motori me avull dhe industrializimi dhe hekurullat. Makineritë e tekstilit, prodhimi masiv, elektriciteti, ndriçimi, motorët elektrik, qytetërimi modern. Gjitha këto shpikje madhore i dhanë ndryshim njerëzimit shumë të madh, ku ne do të flasim kësaj radhe në një cikël dokumentar, ku ju ftoj të gjithëve ta bëni kanalin tonë subscribe dhe t'i ndiqni këto dokumentare të reja. Dhe që nga agimi i qytetërimit, njeriu ka kërkuar të kapërcej kufijtë e natyrës. Me çdo shpikje ai ka riformuar botën dhe veten. Ky është rrëfimi i shpikjeve të mëdha teknologjike që ndryshuan historinë e njerëzimit. Prandaj ne do të ndalemi kësaj radhe tek disa prej tyre. Rrota, një ide e thjeshtë por revolucionare. Ajo hapi rrugën për transportin, tregtinë dhe zhvillimin e qyteteve. Letra dhe më vonë shtypshkronja e Gutenbergut i dhanë dijes krah, duke bërë informacionin të arritshëm për masat. Busulla udhëhoqi eksploruesit përtej horizonteve të njohura duke lidhur kontinentet. Shekulli 18 solli motorin me avull, fabrikat u ngritën, qytetet u zgjeruan dhe bota u fut në epokën industriale. Elektriciteti ndriçoi netet dhe fuqizoi makineritë. Për herë të parë koha dhe distanca nisën të humnin kuptimin. Epoka e komunikimit. Telefoni bashkoi zërat në distancë. Radioja dhe televizioni formsuan kulturën globale. Avioni bëri botën më të vogël, ndërsa kompjuteri ndryshoi mënyrën si mendojmë dhe punojmë. Revolucioni digital. Interneti krijoi një rrjet global pa kufi. Informacioni u bë menjëhershëm, smartphone-ët, kompjuterët në xhepin e secilit prej nesh si smartphone të vegjël, duke lidhur botën në kohë reale. E ardhmja që po ndërtohet sot. Inteligjenca artificiale po mëson, analizon dhe vendos. Bioteknologjia po rishkruan kodin e jetës, energjitë e rinovueshme dhe blockchaini po riformsojnë ekonominë dhe mjedisin. Çdo shpikje është një pasqyrë e ambicjes njerëzore. E shkruara na tregoi se çfarë mund të bëjmë. E ardhmja ende po shpiket.